U zhvillua konferenca e 7 kombëtare për të drejtën e informimit, e cila shërbeu si një platformë kombëtare dialogu mbi sfidat e transparencës institucionale në kuadër të procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, duke vënë theksin në rolin mbikëqyrës të komisionerit, përgjegjësinë e institucioneve publike dhe forcimin e llogaridhënies ndaj qytetarëve. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama u shpreh se Shqipëria ka tashmë një arkitekturë funksionale dhe të qëndrueshme për transparencën. Dua të them që në ndërkohë ne kemi marrë edhe një angazhim tjetër që ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga paditë e qeverisë në gjithë këto vite, as nuk ka pasur në fakt padi për gazetarët, sepse i kemi ndaluar të gjitha paditë për shumë vitesh, por kjo nuk shënohet në arsyet për të ndjerë të lirë dhe për të ndjerë me krah të lehtë në punën e gotës gjysmëbosh. Gjithsesi, ne do ta bëjmë dhe këtë hap tjetër, një hap që shkon në drejtim të relaksimit mëtejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi. Ndërkohë, komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, Besnik Dervishi, theksoi se transparenca përbën një nga shtyllat themelore të qeverisjes së mirë dhe është një element thelbësor për ndërtimin e besimit mes institucioneve dhe publikut. Transparenca përbën një nga shtyllat themelore të qeverisjes së mirë. Ajo është një drejtë kushtetuese për shtetasit, një detyrim për zyrtarët publik, por akoma më tepër një standard etik dhe një kulturë pune që nxit integritetin çdo hallk të administratës publike.